Sot këtu në Monaco kena me po një jaht të firmës Vama, jaht të ri që kam na prezentu këto Abdurrahmani. Okay. Shkojna, baba i ti e ka bo këtë brand se ka dosh me bo një jaht, po s'ka gjitë kualitetin që i pëlqen atij, kvalitet mirë, edhe e ka bo një kualitet sa më të mirë që ka mujt me çmimet sa më të lira. Kjo ka shumë carbon fiber, all this one, keq kjo ka fiber karboni. Kjo është pjesa e kabinës mrena. Dhe kjo që shumë mshel ka këtu, edhe më nësh me hyp nalt. E pas ka për me mush telefonin wireless charging, edhe me mshel as më të log, edhe as më të hup. Kjo po thotë që është Garmin, besoj që e dini, është për firmave më të mëdha. Kjo ka Volvo. Me Volvo të na thojnë s'ka. Po thotë që ki gjomi panoramik, në shumë varka e shet që çto është tip i ndom, çto i ndom, a këto kanë kthy, domethënë me një copë kanë bë keq të thymje. Që kjo kamera që të po thotë që është për surfistin ai që lidhet me litar për mas, që domethënë duke vazit me po ato çau vo me to, ka thy krita çau vo. Qysh hapën kështu për më pështet. Edhe lëshohen. All these four, katra. And these two also. Shtu ka motori domethënë, 355 V8. Këto fluturakën e ujit e ka të kundërtën, se zakonisht e kanë kom rapa, e kanë qit anej para, që për me pos siguri ai që është në surfboard. Çaja platforma që të po thotë është këtë fibra karboni që me bo më të lehtë. I mbon dikon rreth 500 kg, është çaq e fortë, po është shumë e lehtë. E veç ngjyra po thotë në çit anije ka kushtuar 30.000 euro. Për çito, që është edhe prototipi i parë, me full opsione kushton 220.000 euro. Këto janë shkallë për mungjit për ujit. Ky emision mundësohet nga Garage Carrosserie de la Colline, Sultan Drinks, Mjekra Store, Creative Hair Salon, Burger Bros, 99 SM, Kasbas, DT Group, Crypto Albanian, Renault Course, Shënjestër.net